Unë kam kënaqësi që në studio të kem zotri Mehmet Gjonbale, njëherët inxhinieri diplomuar i makinerisë, i cili na vjen nga ndërmarrja e elektroekonomisë së Malit të Zi. Përshëndetje, mirë se na vjen në studio. Gjithashtu përshëndetje dhe kam kënaqësinë që ndodhem në emisionin tuaj, i përshëndes stafin tuaj, gjithashtu edhe gjithë shqetësuesit e televizorit tuaj. Faleminderit. Tani të flasim për aspektin e elektroekonomisë, besoj se temat janë të gjëra, por ne sot do të fokusohemi tek panelet diellore, përdorimi edhe përfitimi. Burimet e energjisë rinovueshme janë duke u bërë një pjesë e rëndësishme e politikës së energjisë kudo në botë, edhe gjithnjë më shumë këtu pra kompania elektrike e Malit të Zi lançon edhe projektin solari. Tashmë kemi afër 90 MW panele centrale diellore, por nëse do ta shpjegoni më në detaje si vendoset edhe cili është përfitimi i qytetarëve në këtë rast. Me qenë se ju e cek këtë shifrën prej 90 MW, dhe më thonë deri sot që 4 vite si funksionojmë si organizat, kemë montuar 90 MW, mbi 90 MW energji elektrike në panele diellore. Çka do të thotë se parafërsisht sa 50% i termoelektronëve në plevle. Do të thonë nuk është një prodhim i vogël. E me këtë kemë arritë që qytetarëve, faktikisht qytetarët e sigurojnë energjinë elektrike nga pullazet e tyre. Çfarë duhet të kenë parasysh qytetarët? Cili lloj i çatisë, le të themi, është i përshtatshëm për vendosjen e këtyre paneleve? Sa i përket çative, pothuajse 90% të llojeve të çative mund përfshihen në këtë projekt. Duke marrë parasysh për shembull pullazet cilat janë mbuluar me tjegulla ose ceramina si thot populli, me llamarin ose lastër trapezë ideale, i kem llamarin që është ka formën e tjegullave, kem filluar edhe në përpllakat betonit, ku na tash në këshis i marrojmë konstruksionin metalik për në ato pllaka ku janë pllakat rrafshe prej betonit, me qenë se është e preferueshme të jetë një kënd i caktuar për me kanë sa më efikase prodhimin e energjisë elektrike nga panelet diellore. Kur flasim për prodhimin e energjisë elektrike, ne le të themi nënvetdia jonë shkon tek shëndeti, tek sa janë të sigurta, a ka skepticizëm për këtë? Ka pasën në fillim, po me qenë se tani qytetarët janë mjaft informuar me lidhje me këtë. Efektet negative, si që thot populli në fillim, do më thonë cilët janë shprej, mund të jenë minimale. Po thonë, rrezatimi nga panelet diellore mund të jetë parafërsisht si një router ose Wi-Fi, si thonë natë cilët i kemë gjithë në për shtëpia tonë, ose një telefon mobil, çka do thotë si nuk është në i rrezik nga rrezatimi prej paneleve diellore. Rrezatim minimal. Më rëmend, do më thonë, duke e krahasuar me një router cilën e kemi një shtëpi ose një telefon mobil, ku vetë faktikisht na jem gjithë me ka 2-3 telefona. Sa po tregohet interesim? Interesimi është rrit mjaft. Na dikun rreth 10.000 centrale mes panele diellore kena montuar. Në Malzi, do më thonë duke llogarit sektorin privat edhe sektorin industrial ose depot ndryshme. E në cilat pjesë të Malit të Zi kemi deri tani më të përhapur ndoshta? Më të përhapur si fillim, besoj se baza e firmës tonë është në Këshis, ka send në Këshis dhe Podgorica. Na i kemi të krijuar me 3 sendra të ndërmarrjes tonë, në Këshis, Podgorica dhe Veriu në Beran, ku vetë gravitoj aty në Beran. Sa janë shpenzimet e një familjare apo dhe një firme nëse dëshiron që të vendos panelet diellore? Nëse qytetarët vendosin si fillim për të kyçur në këtë projekt, do më thonë projekte që deri tash kem pas 3 projekte, solar 3000+, 500+, edhe tash kena kaluar solar 5000+. Do më thonë ky është i tretë, do më thonë prej vitit 24. Qytetarët faktikisht nuk ka nevojë kurfar investimi me bën për këtë projekt. Absolutikisht, dhe më thonë, nuk ka nevojë askush me dhonë, si thonë, një cent për këtë. Çka është aty? Çka duhet me bani qytetarë? Nëse është interesuar, mundet nëpërmes faqeve të internetit drejt për drejt me u regjistruar to, dhe atëherë na dalim shqisojmë në terren cila anë e kulmit apo pullazit është më e përshtatshme për me i montu këto panel. Normalisht nëse dëshirojnë, qytetari po është interesuar për këtë punë.
Tani, nëse e krahasojmë me një shpenzim mujor, me këtë energjinë e rregullt edhe një shpenzim mujor në vendosjen e paneleve. Çfarë bëhet këtu? Si fillim, për shembull, kur ju jeni regjistruar, po them, për këtë projekt, automatikisht na ja caktojmë një shifër caktuar, po them, nëse shpenzimet tuaja janë më të vogla, po them deri në 40 euro, atëherë kemi një sistem i cili montohet prej 3 kW. Sistemi tjetër kur janë shpenzimet pak më të mëdha, kemi sistemin 5 kW, e kështu me radhë, 7, 10, 15, 20, 25, 30, kurse për objekte domethënë industriale, ka njerëz që kanë montuar për shembull këna në halla sportive, në Nikshis, në Podgoricën, në Beran, ku janë mbi 170 kW një objekt. A përfshihet në garanci dhe prishja e sistemit fotovoltaik? Në garancion për sistemet fotovoltaike janë pothuajse 3 garancione japim ne. Garancioni i parë është për punimet, gjatë punimit nëse kem dëmtuar pullazin apo hulmin, ke 2 vite në punimet ndërtimore. Kurse për panelet diellore ke 12 vjet garancion, kurse për inverterin ke 10 vite garancion. Domethënë është një garancion mjaft i mirë. Domethënë çdo prishje nëse ndodh aty, ju vetë që lajmëroni në center edhe automatikisht ekipet të cilat disponojmë ne dalin në teren edhe evitojmë. Cilat kanë qenë përshtypjet e qytetarëve që në fillim ndoshta kanë qenë pak kështu më skepticike, pastaj kanë arritur në rezultate pozitive? Përshtypjet e tyre më shumë. Në veri ku kom qenë më shumë, kryesisht ka kanë çka ndodh, ka janë dimrat më të zata, është temperaturat shumë më të ulta, po them se në Podgorica apo në Bregdet këtu te ju, por me kalimin e kohës edhe këto dilema pothuajse janë evituar. Me sens se panelet diellore nuk ndikon shumë ndryshimi i temperaturave plus apo minus. Do të thotë nuk është ai problemi i dimrit. Po, nuk varon ajo pak, po them se një përqindje shumë e vogël ma pak me prodhu ose ma shumë. Këto është me rëndësi për shkak sikur të ju, si një zonë bregdetare Ulcini edhe Tivari, po them se keni mjaft ditë me diell, e cila është një gjë shumë pozitive, domethënë Zoti ja ka falë këto të mira si keni këtë edhe duhet për t'i shfrytzuar. Tani, ne si qytetar, padyshim që shohim aspektin e përfitimit financiar. Nëse vendoset një çmim, për shembull, mujor, 50 euro, për shpenzimet janë më të ulta, çfarë ndodh pastaj? Po me shpenzimet e juja, po, nëse janë shpenzimet e juja më të vogla, domethënë nëse s'arrini me shpenzue, ata që ka prodhoni për një sistemi caktuar, po them 3 kW i cili përzizet për afërsisht shpenzimeve rreth 40 euro, energjia tepërt. Në muajin prill bëhet një ndërprerje dhe llogaritet sa kilovat keni shpenzuar ju dhe sa keni prodhuar. Nëse keni prodhuar më tepër se ç'keni shpenzuar, patjetër se kompania ja paguan ato. Ne thash edhe në fillim, në muajin maj gjithë atyre që kanë pas kilovat pa shpenzuar, ja kem kthyer në vlerë monetare, ja kem paguar maj. Do të thotë përfitimet e qytetarëve janë pozitive në hapat e këtij projekti. Pse duhet ta vendosin kështu? Ne folëm për gjitha shpjegimet, por ndoshta një thirrje të fundit apo një mesazh të fundit për qytetarët edhe në Ulqin edhe në Bregdet, në vijën bregdetarit Malitzi që na ndjekin sot, cili do të ishte nga ju? Unë ju kisha supozuar se ju kisha bën thirrje. Gjithkush kush ka mundësi, domethënë nëse i ka kushte teknike me montuar, ku gjithë me u lajmue, edhe me i montue. Pse po them këtë? Për arsye se varësisht prej sistemit që ne instalojmë te ju, kur të kalon ajo koha e pagesë këtij sistemi, se po them varësisht prej sistemit, prej 5 deri në 10 vjet e shlyeni ju këtë obligim ndaj paneleve diellore, domethënë ndaj këtij sistemit. Masi të shlyeni sistemi është i juaj edhe e shfrytëzoni, domethënë 100% një pronar vet. Sa vanon, le të themi, montimi edhe deri tek arritja që të vihet në funksion? Nëse çdo gjë shkon pa problem, po them pa problem, nëse ngan në diçka, por kryesisht një ditë e zys. Edhe çdo gjë është gati. Po gati. Po ndodh nëse vendohen këta ajo pjesa elektrike e kryen këta për një ditë montimin e paneleve diellore,
ata vinë atër mas disa ditë kur të shohin se çdo zanë që ka ju duhet për montimin e këtij sistemit, vinë aty ja kryjnë edhe atë punë. Domethënë si kohë nuk merr shumë. Si mund të drejtohen tek ju qytetarët e interesuar për këtë projekt? Është nëpërmes call centrave, që janë numrat 24 orë të hapun, 19200, më thonë drejt për drejt mujnë me kontaktu, edhe për çdo zanë mund të informohen, edhe nëse unë nuk kom arrit në pika të shkurta me ja shpjegua, ata janë gatshëm me ja shpjegojnë çdo zanë. Plus asaj, mundeni edhe vetë me hinë sajtin tonë të elektroekonomisë, drejt për drejt vetë me u regjistrua, atëherë ma vonë na dalim në teren edhe shqisojmë cilin sistem është me i përshtatshëm për jush. Përveç asaj, ka qytetarë mjaft cilët në qastin kur kemë shku na me i vizitu e me i kësyrë karakteristika teknike, kanë shprehë dëshiren për me rritë sistemin. Na, nëse ka pas kushte, ja kena mundësu atë mundësi. Zotri Gjon Balaj, faleminderit për gjitha le të themi detaje që na shpjegove sot dhe për gjitha lehtësimet që vinë për të gjithë qytetarët që na ndjekin me vendosjen e paneleve diellore dhe të bënë pjesë e këtij projekti. Faleminderit për ftesën. Edhe një herë ju kisha bën ftesë gjithë qytetarëve, cilët kanë mundësi teknike për me u kyçin këtë sistem solarit 5000 i cili tani graviton me u lajmërua edhe me shfrytzu këtë mirë. Faleminderit. Faleminderit.